Durim, a i bën këngët vetë, tekstet? Edhe çka të frymëzon me bune ai? Jo, faktikisht unë veç që e monoj trunin e kupton, se në fund mbrëm të gjithë vendos Nurteli, edhe ai përkujdeset për këngë. Na ide, na i sen, na i resh, na i titulla diçka po. Gjithë përzina të njëtën. Edhe kanë njerë ma bon, okej, merë bon e vetë. Kamarier biri dy shishe, se na sjenan veti. Pare kena bo, na kalli gërbeti. Kamarier bina do shisha, se na sjenan veti. Pare kena bo, po, na kalli gërbeti. Bruda m'kalli. Cila? Bruda. Po, cila se unë e kështë dhe më të një diskotekë të full me vete, po dhe na shaci. E në fund të morim një kamarjer me vete, për ka zej. Qyshe merke në dytën. Shpas, a o di. Bruda, e një kongë për kamarjer? Por zotin. Atë ka kalëzun Nurteli. Më ka kalëzun Nurteli, tha që tash për kamarjer. Po dhe, se dhe ata ljohë që ka t'jenë. Dyqysh, kur të rinë goti një kamarjer, dyqysh. E kena një kongë për kamarjera. Kështu që, unë po thëmë nëse nuk isha bo kongëtar, me gjithë shef isha bo kamarjer. Por, zotin, lidhje s'kam, do me thonë, më dridhën durët, kur s'kisha ditë kur isha në për do lëkë folje. S'kisha ditë me majtë. Kej tu qitë me durë, qështu qenë me 2 gishta. Ne, se dhe, me qëta e kësha mojtë, po me qëta të rëtë s'kisha. Po, shpitin e nësë amigjerove qarapat, ha? Po, a do më da kalbu. Son të jem vesh pak si Rafmet Lia Leci. Shumë vesh ka i do në gjyra që i të dhe. Ama... Jo, mirë të da, kështë nështë interesant. Interesant, ha? Që të i ke gjeru, ha? A që të kalëzën e ty? Ma se së patristi që të se të kësha kalëzën. Hade, qka kemë të qka? Do shta me betë cili është bashkëpunimi vetë i preferun. Ta shme stoj me Roberten, mas dio këtu. Mas i qej. Sa ki bashkëpunime ki, ha? Po, kom bashkëpunime, do më thonë, me kejtë shka i kom shumë për qefi, shumë për zamër, kejtë që, do më thonë, që kisha pas qef mi përshëndet se cilin, po kështë që unë për përshëndes Robertin, mas jo qëtu, bruda në ta. Bruda. I kom punu me shumë qef edhe... Po patëm knoqë edhe me kretë që i ke punu, jenë dueta që i bënë Nurteli që ashtu tekstet edhe aranjmonet, dhe që ishë ki kujtimet mira në studio. Dorim, e pse ju kënën qikave shumë? Tha kujna me kënu, bre. Jo, a di që është problemi, për shamullon e gjithë, sidomos kohën e fundit, kom njës pak shumë thonë adin mi prek në shta dhe do tema tjera. Problemi është që shumicën e kohës që është tashmajnëret, është krejt tjetër kush që përkujdeset për këtë punë edhe une. A din ti që kur kom shku, do më thonë, në studio, kongën e parë që e kanë pëlqy mas shumë ti, që është Flok të bardha kjo bjondina, masaj po luj e po shkrina.